Vëllezër dhe motra, historia e sotme ka të bëjë pikërisht me një ezan shpëtimi dhe vazhdimisht ezani, të cilin e ka vendosur Zoti Xhelle Xhelalu si një thirrje për ne na thret për në shpëtim. Në kohën e kalifit El Mu'tadid Billah, që konsiderohet dhe kalifi apo mbreti i 16 i dinastisë Abbasite në Bagdadin e aso kohe e 2 milion banorëve, pra një goxha qytet, ndodh një histori tepër reflektuese për ne në ditët e sotme. Një person në një marrëdhënie që kishte me një ndër gjeneralet e ushtrisë së kohës, kërkonte një borxh, shlyerjen e borxhit nga ana e një gjenerali. Mirë po gjenerali shfrytëzonte pushtetin dhe e largonte tregtarin, sa mbërrim puna që tregtari ishte në prag të falimentimit të tij. Në konsultimin me një të afërmin dhe shokun e tij, del një përfundim se zgjidhja për të është vetëm takimi me kalifin, por një takim që ishte tepër i vështirë, që është e vërteta. I drejtohet miku dhe shoku dhe i thot: nëse dëshiron të marrësh pasurinë tënde, zgjidhja është vetëm tek një rrobaqepës që punon në tregun e Bagdadit. Thot dhe shkova bashkë me shokun apo mikun tek ai, thot dhe ç'të shikoja, një plak tepër i moshuar, i cili qepte në një dyqan tepër modest, dhe pasi përshëndetem me të, shoku im i thot që ky e ka një hall, thot dhe pasi e dëgjoj hallin tim më thot eja me mua të shkojmë tek pallati ku banon ky gjenerali. E marr më një anë shokun tim dhe i drejtohem dhe i them: shiko, do shkojmë tek pallati, po do bëhemi shkak që ky plaku dhe ne bashkë me të rrihemi mirë e mirë. Thot mos ki merak se zgjidhja është vetëm tek ky plaku. Thot kur shkuam tek pallati i tij, rojet të cilët ndodhen në portën e pallatit, thot më befasuan kur i hapën portën plaku të vjetër dhe i thot: ata thrasim tani generalin, është diçka e cila nuk pret? Apo pak më vonë? Tha jo, është diçka e cila nuk pret. Tha u futën brenda dhe pasi e njoftuan, ai erdhi me të shpejt, pra nuk ndodhi aty, erdhi me të shpejt. Tha dhe kur më pa mua u zverdh, u vrejt në fytyrë, ngjyra e fytyrës i ndryshoi. Thot si të urdhërosh, i nderuar, pra i drejtohet pikërisht i rrobaqepsit të moshuar, thot si të urdhërosh ti? Thot vetëm nëse më lejon, thot që sot t'i jap 5.000 dinar, një goxha pasuri, dhe për pjesën tjetër thot nuk e posedoj, por t'i lë garanci pallatin tim në prezencën tuaj me dokument që nëse brenda muajit nuk e shlyej borxhin, thot atëherë ka të drejtën ta shes pallatin tim dhe më pas të marr pjesën e tij të mbetur të borxhit. Thot nuk i besoja syve dhe veshëve të mi, thot me njëherë pranova. Kur dolëm prej aty, i drejtohem plakut në shenjë mirënjohje dhe i thash: me gjithë shpirt do të dëshiroja të jepja një sasi të kësaj pasurisë që unë e mora, sepse kam vite që nuk po arri të marr asnjë grosh nga ajo që unë i kam dhënë këtij generali ndër vite me radhë. Thot tani po më ofendon. Thot atëherë thot do të lutesha të më tregoje si qëndron puna jote, përse ky tu bin ty me kaq kënaqësi. Tha eja birë, tha të tregoj rrugës sepse kam dhe punë në dyqan. Tha dikur para shumë viteve në Bagdad kam prezantuar në një ngjarje të dhimbshme. Një ushtarak i cili nuk ishte prej arabëve dhe që ndodhej në ushtrinë e Mu'tadidit, El Mu'tadid Billah, pra kalifit, dhe është quar si një kalif tepër i rrept, që është e vërteta, tha u pa që në mbrëmje, në prag të namazit të jacis, kish kapur një femër, një vajzë apo një grua në krah dhe po drejtohej për në pallatin e tij. Dhe ajo e cila lëshonte klithmat e saj duke kërkuar ndihmën tonë të ne muslimanëve. Ta ju vura nga pas derisa e ndoqe se ku ai banonte. Ta dhe aty fillova të bërtas o ju musliman,
nderi juaj po cënohet, tha dhe më doli, më dha një dajak, që nuk mere i vesh, tha se nga vinin goditjet, sepse kishte edhe ushtarë të tjerë. Tha nuk u mjaftova me kaq, por më blodha njerëz pranë meje dhe shkuam sërish tek vila apo pallati i tij, por dhe hera e dytë tha ishte sikurse e para. Tha dhe shkova në shtëpinë time, ushtriva si për t'u qetësuar paksa, mirë po klithmat e asaj femre nuk më linin. Tha u ngrita sërish, me disa të njohurit e mi, shkova sërish tek pallati i tij si për t'i prishur qetësinë e këtij gjunahu të madh. Mirë po tha në atë çast më dolën dhe synimi i tyre isha unë. Pra pasi pan që organizatori i kësaj mini proteste në Thojza isha unë, tha synimi i tyre isha unë dhe më çuan në shtëpinë time, më transportuan me një barrel. Sa po e mora pak veten, nuk gjeta zgjidhje tjetër, tha vetëm se shkova në xhaminë e cila ndodhej pranë pallatit mbretëror të El Mu'tadid Billah dhe thrita ezanin, tha si për t'i treguar, pra dëshiroj të tërhiqja vëmendjen që erdhi koha e namazit sabahut, ndërkohë që donte dhe goxha kohë. Tha në çast nuk zgjati shumë dhe policia e vendit me llampat e tyre, me kandilet e tyre, erdhën aty pranë dhe më thanë çfarë po bën, kush po e thret ezanin, dhe unë ju drejtova që unë po e thras. Tha dhe e thua pa frikë që po thret ezanin në një kohë që nuk është koha e ezanit. Tha më morën dhe më dërguan pranë kalifit El Mu'tadid Billah. Them të drejtën, thot, pasi qëndrova para tij, filluan të më dridhenin këmbët. Kur pa që unë isha tepër i friksuar, tha qetësohu dhe nis dhe trego se cila është arsyeja që ti e thret ezanin në këtë kohë. Tha pasi u qetësova dhe mora një herë frym, nisa t'i tregoj se çfarë kishte ngjarë dhe se nuk gjeja një zgjidhje tjetër. Urdhëroi që ta thrisnin, tha, atë person, pra pasi ja dhash adresën se ku ndodhej, dhe e sollën bashkë me femrën që ai e kishte marrë në shtëpinë e tij, dhe rezultoi e saktë ajo që unë përcjellja, pra me konfirmimin e kësaj femre, madje edhe me konfirmimin e rojeve që ai kishte përreth, pra ishte një ushtarak i lartë. Tha dhe i drejtohet dhe i thot, sa e ke pagën, sa pagë merr në ushtri? Tha dhe cilësoi një shifër tepër të lartë. Tha këtë post vallë ta kemi dhënë që ti mbrosh njerëzit apo që ti shtypësh të tjerët. Tha dhe ai uli kokën, ndërkohë që Mu'tadidi bëri me shenjë pra dikujt që ta vriste për këtë veprimin e tij. Tha dhe ashtu ndodhi, ndërsa mua mu drejtua dhe më tha, i nderuar, shenja midis meje dhe teje kur të shohësh një padrejtësi, kur të shohësh që nuk ka zgjidhje, është që ti të thrasësh ezanin në këtë kohë, pra jo si kjo ditë, po në këto çaste, kur para sabahut, goxha para sabahut, thrit ezanin dhe unë do ta kuptoj se diçka që e ka bërë dhe do të thras kudo që ti t'jesh. Ndaj tha që nga jo ditë, qofshin vezir, pra ministra, qofshin zyrtar të lartë të shtetit, nuk kanë guxuar kur unë kam trokitur në derën e tyre dhe mos të kenë zgjidhur çështjen dhe problemin për cilin ata kanë qenë vetë shkaktarët. E lutim Zotin të na pajisë me moralet më të bukura të Hazreti Muhammedit alayhi salatu wassalam, na bëj jetën të lehtë, na bëj atë një urë kaluese për në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.